Në një kohë kur ndërgjegjësimi për kujdesin ndaj shëndetit po rritet, pyetja që shtrohet është: a janë kontrollet rutinë pjesë e zakoneve të qytetarëve? Ekipi i Blu Televizion pyeti sot disa banorë të Vlorës për frekuencën me të cilën vizitojnë mjekun për kontrolle rutinë, dhe përgjigjet pasqyrojnë një tablo të larmishme të ndërgjegjësimit shëndetësor në komunitet. Çdo dy muaj marr jo për xhamar, për kështu. Ja, po do me lek. Me çfarë me pensionin? Do t'i bëjmë vizitat. Në shtet. Ku ka shtet këtu me? Këtu shteti ka mbaruar çdo gjë. Po ne janë shumë të rëndësishme. Janë shumë, jo pak, po janë shumë të rëndësishme. Rregullisht vizitat të mjekut? Patjetër. Ju vetë ishte rregullisht? Po. Sa herë? Në muaj jo, po 1-3 muaj po. Me analiza dhe vizitë. Nuk i ndjekim rregullisht se ne jemi pensionista. Ne edhe analizat që bëjmë shumë i bëjmë privatisht. Ku do shkojmë? Vemi të mjeku, lagjes tani kanë 2 vjet që ai check-up i ka ngel ashtu, se marrin vesh. Palimentuan au plotësua mandati 10 vjeçare, s'ka filluar më as check-upi, se çka bënim një check-up për verifikim. Do dinim ku ishim për zemrën, për analizat e gjakut, të urinës këto, tani si bëjmë dot. Janë të rëndësishme, po më të rëndësishme janë parat. Vizitat tek mjeku? Po. Janë të rëndësishme këto vizita fundje? Po, unë kam 2 vjet që luftoj me jetën, luftoj me një betejë. Ka, që nuk shkojmë, unë flasë për vete time. Me rregull është që një në 6 muaj ne duhet të shkojmë të bëjmë një vizitë. Ne nuk e lëm veten pas dore. Shumë të rëndësishme, unë bëj check-upin vit për vit, jam shumë i kënaqur. E bëjnë Llagatun, në qendër Llagatunit. Po, është kota. Dhimbja do sulmuar që në fillim, po nuk e sulmuar, s'keqa ashtu. Do vizituar, pa vizitë s'ka. Unë jam i rregullt vit për vit, bëj check-upin, bëj dhe gjelperën e saj të thuaj gripit, s'ka ndjerë gjithër. Jo, po s'ke kotë, nuk ashtu, ndjen dhe vete. Qa dhe me dhe mund vesh, po do mos a lesht ashtu, se dhimbja nuk shikohet, vetë kur të zë, që shtrëngon në fund. Ndërsa disa qytetarë tregojnë kujdes të rregullt, një pjesë tjetër vijon të vizitojë mjekun vetëm në rast sëmundjeje. Mjekët rekomandojnë së paku një kontroll të plot në vit dhe për persona pa histori të mëparshme shëndetësore, si një mënyrë efikase për të parandaluar komplikacionet e mundshme. Ky realitet tregon se nevojitet më shumë ndërgjegjësim, sidomos për moshat e reja, për ta kthyer kontrollin rutinë në një zakon jetësor.